Ai i cili ecën me drejtësinë në fenë islame, apo ndryshe i shmanguri prej shirkut, pra i cili shmanget shirkut dhe udhës së gabuar, sigurisht që është i drejtuar në udhën e drejtë, që është udha e njësimit të Allahut e tauhidit, është el-hanifije, pra feja monoteiste e natyrshme tek njerëzimi është vetë feja islame. Pra Allahu Azza wa Jall e mohon që të ketë qenë Ibrahimi a.s. për këtyre grupeve. Nuk ishte lidhje me idhujtarin, nuk ishte lidhje me llojet e ndryshme të shirkut, me llojet e ndryshme të mbështetjes në dikë tjetër veç Allahut subhanahu wa taala. Dhe sigurisht këto fe, siç është judaizmi apo krishterimi, kanë ardhur shumë më vonë pas Ibrahimit a.s., kështu që nuk mund të jetë prej tyre kursesi. Nuk mund të jetë prej tyre kursesi. Wa ma kana min al-mushrikin, dhe nuk ishte prej idhujtarëve. Dhe e tillë ka qenë gjendja e të gjithë profetëve të Zotit dhe përpara shpalljes që Allahu i lartësuar u ka zbritur atyre. Pra të gjithë profetët dhe përpara se Allahu të zbriste melekun apo shpalljen, kanë qenë hanifijin, pra kanë qenë monoteist dhe nuk kanë qenë të pleksur me idhujtarin.